miliard e viktimave të pas luftës ka çuar në një polarizim të jashtëzakonshëm dhe në krijimin e disa miteve, disa teorive. Unë nuk I di ato teoria janë të vërteta apo s'janë. Organet e drejtësisë duhet ta përcaktojnë dhe nuk duhet t'i shmangen edhe më tej përgjegjësisë që e kanë. Duhet ndalem tek një deklaratë që kishte bërë Buj, ka qenë para zgjedhjeve të shkurtit, po deklaratë e juaja në Deçan, zonja Gërvalla, ku e quani zotin Ramush Haradinaj komandant vetë shpallur. Nuk e kam quajtur. Unë e kam quajtur Daud. Po. Pa e di unë se titujt, shikoni, problemi me ju është ky. Ju e hidhni këtu një top që është I kuq. Edhe ai top I kuq që është një flusk sapuni, është një lajm I rrem. Rrotullohet, këtej nga rrotullohet, kur vjen përsëri tek ju, është kthyer në një top të portokallët edhe ju e besoni. Jo. Se ka qarkulluar. Jo, duhet të ndalem, jo, në fakt unë nuk I referohem, ashtu unë I referohem fjalimit, natyrisht edhe unë flas në fakte, por çka është e qartë është fjalimi që keni marrë emrin se keni përmend aty në atë moment. Bile kam folë në numrin shumës. Po, edhe numrin shumës, po. Por ajo që ka pasoj më pastaj ishte një revolt, sidomos e pjesës zonës operative të Dugaxhinit, me që po, revolt po I referohem të veteranëve zonja Shikojni votat e Deçanit dhe e shihni. Po mirë, po tani strukturat saktuara me interesa të ndryshme kanë reaguar, por shikojni votat e Deçanit dhe e dini që nuk ka pasur revolt ndaj deklaratës time. Për votën, unë po flas për atë çfarë Kosova e njeh, shembull si një nga komandantët më të zotë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Më pastaj pati shumë qëndrime, pati shumë debate. A mund ta shpjegojmë kështu, ta zbërthejmë shkurt, cili është qëndrimi juaj në raport me shembull zotin Haradinaj edhe diplomatë e tij të luftës? Unë mendoj që gjatë këtyre zgjedhjeve e kemi dëshmuar qartë që gjithçka që kemi pas për thënë rreth tij e kemi thënë. Qëndrimi I tij gjatë këtyre 4 viteve, fjalori I tij, shikoni, është shumë për mua shumë jo serioze që të përdorësh vetë një fjalor jashtëzakonisht shëmtuar, kryeministrin e një vendi I cili ka mbajtur burg në burgjet e Serbisë, është sakrificë. Nuk është sakrificë vetëm vrasja e babait tim. Dhe unë që jam rritur pa baba, për shkak se babai im ka pasur një vizion caktuar politik I cili nuk I ka pëlqy shtetit Jugosllav. Sakrificë në Kosovë, sakrificat kanë qenë të shumë llojshme. Dhe një prej sakrificave është bërë gjithat burg edhe mbas çlirimit Kosovës në Serbi. Dhe një njeri të tillë pa pikën e turpit, ama pa pikën e fytyrës, ta quash njeri të Serbisë, njeri të Rusisë, gjithçka, mirë po kur dikush të etiketon ty, të reagosh sikur të ka picku grenza. E po nuk ka. Nëse ai ka gabuar, pse të gabon edhe ju zonja Gërvalla, sepse zoti Haradinaj ishte kritikuar shumë për këto qëndrime që I kishte bërë, për këto akuza. Jo, mos e nuk është edhe ndoshta kjo është një arsye që zoti Haradinaj në zgjedhjet e fundit absolutisht nuk ka pasur fjalor të tillë. Po ka pas fjalor, si s'pas ka pas. Në zgjedhjet e fundit e kam fjalën, jo në raportin e shkurtit. Ai në atë deklaratën e tij të famshme ku thotë nëse do në vetvendosja me na u bashkëngjit qeverisë Haradinaj, e pranojmë, po jo me Kurtin, thotë. Nuk e pranoj me Kurtin. Ajo është çështje e qendrimit politik, po flas për akuzat njeri I Serbisë I Rusisë. Unë po flas, nuk I ka bërë. Ka një rregull në komunikimin publik. Nëse zgjedh gjuhë të fortë, duhet t'jesh I qëndrueshëm dhe ta përballosh edhe gjuhën e fortë të tjetër kujt. Nuk ka këtej me bërtit, e këtej me qajt, kur dikush,